Myftinia Shkodrës ka organizuar aktivitetin kulturor në kujtim të muajit të Ramazan, gjurmëve të një muaji plot jetë. Ka qenë myftiu i Shkodrës Imam Muhamet Sytari, i cili përpara të pranishmëve është lutur që veprat e mira të besimtarëve të vijojnë edhe gjatë muajve të tjerë pas Ramazanit. Kjo tryezë vllazërore e kësaj dite është një moment reflektimi dhe një ftesë për të shikuar secili dhe për të kujtuar momentet e bukura dhe atmosferën e begatë të një muaji të mallnueshëm, të cilin apo prej të cilit sapo u ndam. Në të vërtetë Ramazani i këtij vitit ishte një muaj i mbushur me aktivitete të shumta, me tubime vllazërore, me sofra të harmonisë, me takime, me angazhime që na bën të jemi më afër njerëzve në nevojë. Dhe dashje pa dashje, atmosfera e begatë e këtij muajit na angazhoi të gjithëve për të arrit gradet e devotshmërisë të përkushtimit në jetën tonë dhe për të lartësuar në marrëdhëniet tona të përditshme me Zotin e gjithësisë. Çdo mend që nëpërmjet derseve, hutbeve, takimeve të ndryshme me imamet tanë të nderuar, kemi mësuar që besa e Ramazanit vazhdon edhe mas Ramazanit. Në këtë aktivitet merrte pjesë edhe drejtori i kulturës në komunitetin musliman Genti Kruja, si dhe teologë e përfaqësues të tjerë të myftinisë së Shkodrës. Gjatë aktivitetit janë shfaqur disa nga veprimtaritë kryesore gjatë muajit të Ramazan të organizuara nga myftinia e Shkodrës.